Në jetën e çdo çifti që dëshiron të krijojë një familje, shpresa dhe besimi janë ndoshta dy komponentët më të rëndësishëm. Por shpesh, ashtu siç ndodhi me çiftin nga Elbasani, udhëtimi për të arritur këtë ëndër mund të jetë i mbushur me sfida të pafundme dhe dhimbje të thella. Ky është një tregim i një historie të gjatë, një udhëtimi të ndaluar shumë herë, por që përfundimisht shpërtheu me një mrekulli të madhe. Çifti ynë i guximshëm kishte kaluar më shumë se 7 dështime të dhimbshme. Çdo tentative pa suksesme kishte sjell me vete një ndjenjë humbjeje, dëshpërimi, por gjithashtu dhe një forcë që i shtyu të vazhdojnë. Çdo test, çdo kontroll, çdo tentativë që nuk kishte mundur të përmbushte pritshmëritë e tyre, dukej se po i largonte gjithnjë më shumë nga ëndra që kishin për të krijuar një familje. Por asnjë nga këto sfidë nuk i pengoi ata nga jeta e tyre. Ata nuk e ndalën betejën. Përkundrazi, gjithmonë përpiqeshin të mbanin kokën lart dhe zemrat të mbushura me shpresë. Dhe kur gjithçka dukej se do të thoshte që ëndra e tyre mund të mbetej një ëndër e pamundur, ajo mrekulli e vogël ndodhi. Lajmi që ata do të bëheshin prindër ndryshoi gjithçka. Pas kaq shumë tentativash të dështuara, ky lajm nuk ishte vetëm një ngjarje e zakonshme, por një triumf i shpresës, i dashurisë dhe i besimit të pathyeshëm që ata kishin ruajtur për njëri tjetrin dhe për atë që dëshironin më shumë në jetë. Ky ishte një moment që ata kishin pritur me padurim për një periudhë shumë të gjatë, por për ta, ky nuk ishte thjesht një moment i gëzimit të madh. Ishte gjithashtu një frymëzim dhe një kujtesë e fuqishme se asnjëherë nuk duhet të dorëzohesh, pavarësisht sa shumë mund të sfilit jeta. Ata ishin dëshmitar të një mrekullie që kishte ardhur pas shumë përpjekjesh dhe pas shumë momenteve të vështira. Ky çift na tregon se ëndrat, donse mund të duken të paarritshme, mund të bëhen realitet. Ata përjetuan momentet e mëdha të pasigurisë dhe pikëllimit, por gjithmonë qëndruan të fortë, duke besuar se nuk mund të ketë dështime të përjetshme. Ata mund të humbisnin shpresën për një periudhë, por asnjëherë nuk humbën besimin se mund të ndoste mrekullia, dhe kjo mrekulli erdhi. Historia e tyre është një testament i dashurisë dhe përkushtimit të pashok. Ata ndoshta do të kishin mundur të dorëzoheshin, të jepnin dorën dhe të pranonin dështimin si një fund të pafund, por ata nuk e bën këtë. Ata u bën dëshmitar të një nga mrekullitë më të mëdha të jetës, dhe ky ishte një moment që do t'i kujtonte gjithmonë se çdo periudhë e vështirë ka një fund, dhe se çdo betejë ka një shpërblim, nëse kur nuk dorëzohesh. Duke parë ata sot, duke i parë prindër të lumtur që mbajnë në duar fëmijën e tyre, është e vështirë të besosh se ata ishin dikur një çift që përjetoi gjithë ato vuajtje. Ata janë një shembull i jetës, i një fuqie të brendshme, që pavarësisht sa e vështirë mund të duket rruga, na tregon se gjithçka është e mundur nëse nuk dorëzohemi. Ata janë një shembull i jetës, që pas çdo stuhje vjen dielli. Historia e tyre ka një mesazh të thjeshtë, por të fuqishëm për të gjithë ata që ndodhen në një situatë të ngjashme. Asnjë mrekulli nuk ndodh brenda natës, por pas shumë përpjekjesh, shumë humbjesh dhe shumë falenderimesh. Nuk ka asnjë garanci që do të arrish gjithmonë atë që dëshiron, por ka një garanci që për çdo herë që nuk dorëzohesh, gjithmonë do të kesh një mundësi për të arritur atë që ndoshta mendon se nuk mund ta kesh. Për çiftin nga Elbasani, mrekullia ndodhi. Pas 7 tentativave të dështuara, ata tani janë prindër, dhe një pjesë e madhe e ëndrës së tyre ka ardhur në jetë. Dhe kjo është mrekullia që ata do të kujtojnë gjithmonë. Në fund, kjo histori nuk është vetëm për një çift që bëhet prindër, është për të gjithë ne që ndonjëherë kemi nevojë për një kujtesë
që jeta ka mrekullitë e saj, dhe se çdo betejë, çdo humbje dhe çdo përpjekje mund të çojë drejt një të ardhmeje më të mirë. Mrekulit ndodhin, dhe shpesh herë ato vijnë pas më shumë dështimesh se sa mund të imagjinojmë. Nëse edhe ju apo dikush që njihni keni përjetuar histori të ngjashme dhe dëshironi ta ndani me ne në mënyrë anonime, mund të na shkruani në faqen tonë. Ne jemi këtu për t'i dhënë zë atyre që janë heshtur për vite me radhë. Historitë tuaja kanë rëndësi, dhe kur tregohen, ato mund të bëhen shpresë për dikë tjetër që është ende në errësirë. Mos harroni të bëni like në këtë video nëse ju prek, të lini një koment me mendimin tuaj dhe të abonoheni në kanalin ton për më shumë histori reale, të forta dhe të papërpunuara nga jeta në Shqipëri. Ne postojmë çdo ditë në orën 6 të mbasdites dhe çdo video është një dritare drejt një historie që meriton të dëgjohet. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund. Ju presim në videon e radhës.